Zbatimi i modelit të ri për menaxhimin e mbetjeve urbane në qytetin e Lezhës është shoqëruar me diskutime të forta politike në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak. Në qendër të debatit u vendos instalimi i kamerave monitoruese të cilat synojnë kontrollin e respektimit të orare për nxjerrjen e mbetërinave. Përfaqësues opozitës e kundërshtuan këtë masë duke ngritur shqetësime për cënimin e privatësisë së qytetarëve. Sipas tyre, përdorimi i kamerave që mund të regjistrojnë të zë përbën ndërhyrje të pajustifikuar në jetën private dhe kërkon transparencë plot mbi mënyrën e funksionimit dhe administrimit të këtyre pajisjeve. Para 2-3 ditësh, zoti kryetar, keni publiku në rrjetet sociale dhe një kamera në një vend që po hidheshin mbetje, domethënë, ndoshta në orë të pacaktuar apo në ditë të pacaktuar. Ajo çfarë dua të them unë, sepse unë nuk jam dakord që këto kamera të jenë me audio, pasi duket sikur po cënoni privatësinë edhe të individëve, edhe të njerëzve. Pse duhet të survijohen apo të dëgjohen diskutimet e tyre, fjalët e tyre, ndërkohë që ata ju mund ta menaxhoni ndryshe edhe pa audio, pa i dëgju dhe pa ju cënu atë privatësinë e tyre. Duke folur për këtë pretendim, kreu i Bashkisë Lezhë Pirin Treu e mbrojti këtë iniciativë duke theksuar se vendosja e tyre ka për qëllim parandalimin e shkeljeve dhe ndërgjegjësimin për respektimin e rregullt të reja. Po mundoni me dëmtu ju, sa me veprimet tuaja e sa me mënyrën se si qaseni kështu kësaj. Dhe kam fakte për më thonë që ju e dëmtoni. Tani, ne do ta bëjmë atë pa diskutim. Dakor? Pa diskutim. Nuk ka asnjë lloj dileme që ajo do shkojë. Sot ka probleme sistemi. Normalisht kosti është më madh, kemi bler 12 makina, kemi bler edhe materiale dhe gjëra, po nesër, mas nesër çdo vit kosta bie. Për dy arsye, se nuk blem më makina vitin tjetër ne. Nuk blem më pajisje se po i marrim me gizin. Dhe për shkak se në qendër multifunksionale dhe merrni në ekspertë për ktheheni. Shkojnë në mbetet e riciklueshme dhe pastaj ne do të stimulojmë gjithë biznesin me qese me kështu që të na binë mjetet e riciklueshme ne. Me qese të dedikuara, në fazën e dytë. Dhe ata llogaritet që shkojnë 30% të mbetjeve, që ata shiten dhe gjenerojnë lekë. Edhe bie 30% sasia e lekëve që ti paguën në landfill. Ju prodhoni një negativitet të sforcuar kur mbi 95% më shumë e popullatës dhe biznesit kanë reaguar pozitivisht dhe zbatojnë pikë për pikë skeme. Kemi ja 30 kamera që kena ka për 2 ditë sa për një, 30. S'kam dhënë gjitha. Ajo është më shumë në efektin parandalues, më thënë njerëzore mos e bëni se do bini. Dakor? Dhe banorët asnjë nuk ka xhobi, përveç biznesit. Që prej muajit qershor, bashkia ka vënë në zbatim një skemë të re pastrimi e cila parashikon eliminimin e koshave të zakonshëm në hapësirët publike. Në vend të tyre, banorët dhe bizneset janë detyruar të nxjerrin mbetjet vetëm në fashë orare dhe vend përcaktuara për të tërhequr më pas nga shërbimi i pastrimit.